për të njohur më gjërësisht me zhvillimet kryesore sa i përket konflikteve më të nxehta globale, por sigurisht edhe situatës gjeopolitike. Në Gjenev të Zvicrës po mbahen ditën e sotme raundi i tretë i bisedimeve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit në ato që janë negociata indirekte, pasi në mes të palëve sigurisht ndodhet edhe vet Omani dhe përfaqësuesit e tij. Bisedimet po vijojnë aktualisht në Gjenev pas një shkputje që patën nga raundi i para ditës, ndërkohë që presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se shpreson të arrijë një marrëveshje që nuk do të detyronte Washingtonin të shkonte drejt një goditje ushtarake ndaj Teheranit dhe të gjithë objekteve të Gardës Revolucionare Islamike. Në State of the Union fillimin e mbajtur vetëm 2 net më parë, Donald Trump tha se Irani, sponsori kryesor i terrorizmit, ka mundësinë për të ndërtuar raketat, të cilat do të ishin të afta të godisnin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shkuar kështu në një rrezë të jashtëzakonshme nga 9 deri në 12.000 kilometra sipas pretendimit të bërë nga Donald Trump. Nuk ka shumë zhvillime sa i përket negociatave ditës sotme, ose më saktë nuk ka shumë raportime se si po shkojnë këto bisedime. Por një zyrtar i lartë iranian ka deklaruar për mediat ndërkombëtare se do të ishte mjaft e lehtë të arrijë një marrëveshje mes Teheranit dhe Washingtonit, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ishin të vetëdijshme se në këto negociata do duhet të ndajnë çështjet bërthamore nga çështja e raketave dhe arsenali i këtyre raketave që Irani zotron, duke treguar kështu edhe një herë qasjen e Iranit se është i gatshëm të ndalojë pasurimin e uraniumit, por jo zhvillimin e procesit të raketave të tyre me rrezë të gjatë veprimin, për cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se